pse hina filon fakultetin. Sigur të kisha hinë këtë fakultet, nuk do kisha përfundu të kjo punë. Dikush thot, sikur të më kish ra mu bingoja, pishmallëk për diçka. Sikur ta kisha fitu unë që këtë, sikur ta kisha bon kështu edhe sikur ta kisha bon kështu. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, se fjala sikur të e qelën derën e shejtanit. Pajtohu me atë e cila ka ndodhur. Kaderi i Allahut, caktimi i Allahut, s'ka mundësi ta ndryshosh. Ka disa gjëra s'kan qenë hise jote. S'kan qenë thjesht hise jote për me e gëzu. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, sikur të e hapën derën e shejtanit. Pra mos ja qel derën shejtanit. Thua sikur ta kisha bën kështu, do kisha fitu. Pse investova, pse nuk investova. Shumë prej trive i kemi ndëgju thonë, sikur kisha para 10-15 vjetëve të kisha investu në kripto, në Bitcoin, shumë do kisha fitu, tash do isha milioner. Sikur të. Pra kjo sikur të çka bën? E hapën derën e shejtanit, edhe e hapën atë derën që ndjejmë zemrën tonë mos pajtim me kaderin e Allahut subhanahu wa taala.